Po lajmërohemi nga një qendër e votimit në fshatin Plemetin të komunës së Obiliqit, ku kemi ardhur për të parë se si po shkon procesi i votimit në këtë raund të balotazhit. Mirë po çfarë kemi vërejtur sapo kemi hyrë në këtë qendër të votimit, konkretisht në shkollën Shën Sava në Plemetin, është një tabel ku Kosovës i referohet pra si krahina autonome e Kosovës dhe Metohis. Pra, këtu në tabel shkruan krahina autonome e Kosovës dhe Metohis, shkolla fillore Shën Sava Plemetin. Pra, gjithë e din se Serbia në dokumente zyrtare, për shkak se nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, vendit i referohet pra si krahinë autonome. Në lidhje me këtë ne kemi tentuar të marrim një qendrim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për faktin se si një qendër e votimit pra ku Kosovës i referohet si krahinë autonome është qëndruar në qendër të votimit, megjithatë ne nuk kemi arritur të marrim një qendrim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në publikimin e kësaj video.